përgatitur është Shqipëria për një tranzicion të ngjashëm, pra për heqjen, për zhdukjen përfundimtare të bankomateve tradicional? Nuk jemi fort të përgatitur. Banka e Shqipërisë po bën një punë për mendimin tim të mirë, të lavdërueshme, sepse po provon sa më shumë të nxjisi këto mënyra pagese, sepse kemi shumë përfitime. E para, kostot janë shumë të pakta të mirëmbajtjes. Kursimi që e them. Kemi kursim me 10 milion euro në gjithë ekonominë tonë kombëtare. E dyta, siguria shumë e lartë. E treta, edhe problemi që kemi me dëmtimin e parave fizike, zhduket në këtë mënyrë, ka më shumë përfitime. Çështja kryesore është që ta ruajmë si dritën e syve këtë telefon celular inteligjent, sepse pa të është si të humbasim edhe zyrën portabil që marrim me vete brun. Por në gjykimin tim gjithçka po shkon edhe tek ne, po të shikojmë edhe numrin e transaksioneve digjitale që kryen sot nga bankat, nga vetë qytetarët, nga telefonat e tyre inteligjent apo nga laptopet ku punojnë, nga kompjuterat portabil. Shikojmë që është rritur me herë në 5 vitet e fundit. Kemi ndoshta 3 deri në 5 herë më shumë blerje transakcione